Përshëndetje për gjithë, mirë se keni ardhur në takimin e Komisionit për mbikëqyrjen e AKI-s. Kjo është takimi jonë i parë, dhe në kuadër këtij takimi e kemi një rendite, të cilën ju tani jeni të njoftuar. Do të thotë pika e parë është konstituimi i komisionit, pika e dytë është shërtimi projekt ligjit numër 10/L 001 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2026 dhe pika e tretë është të ndryshme. Para se të fillojmë të shërtojmë këto pika, ne para vetit e kemi edhe një letër me të cilën ne zotohemi edhe deklarohemi në lidhje me përmbajtjen nga informatat e rezervuara që na afrohen nga AKI-ja. Kisha lutë, para se të fillojmë, të nënshkruajmë këtë letër, edhe po ashtu kishim kërkuar nga mediat, pasi t'i marrin pamjat të na lirojnë, dhe gjithë ata që nuk janë të autorizuar marrin pjesë këtë takim, po ashtu të na lirojnë. Faleminderit shumë.